e borë, ndërmalësorët e bogës. Kjo është një risi që do t'jetë për festën e çobanit 2026, pranë kullës së Bajraktarit të bogës dhe njëkohësisht agroturizmit, kulla dhe buni i Bajraktarit. Kjo është një risi që nuk duhet humbur pasi është një shije teje të veçantë e cila vjen nga lashtësia dhe është përcjell deri në ditët tona jo vetëm si shije dhe si ushqim produkt i bjeshkatarëve, por edhe kurim për sa i përket shëndetit të fizikut të tyre. Risia tjetër është kjo akullore, e cila ka një shije teje të veçantë, prollohet me qumshtin e dhive, me drenfe dhe mjaltin e hojeve të këtyre anëve, të këtyre bjeshkve që janë në Alpet, në zemër të Alpeve shqiptare. Këto produkte janë prodhim, ekskluzivitet i kullës së Bajraktarit, i bunit të Bajraktarit, por njëkohësisht agroturizmit të kullës dhe bunit të Bajraktarit. Këto janë shijet më të ralla, më të veçanta, të cilat do të risjellë festa e çobanit 2026. Mos mungoni t'i provoni.